Atë ditë që jemi zemë, pastaj për në shtatzamin e dytë që jemi zemë, më ka qute babi, që viles duke qarë me syze, më ka thënë për te, do të ikësh po i dashun ati, unë doja të ikja një mësim të mirë atyre që ata si jetoni do të pa mua, se unë isha e vetme që punoja atje, e kupton? I thot babit, këto zire shumë, e po unë sa babi, nuk kam që të rrim brapa derës atyre, i tha babi, unë e kam qumë, kaluan disa ditë, po e prisja të vite, mos kishë ndryshuar mendje ky e tjera tjera, ky s'duket ka qenë i lidhur me këtë femër tani që po më shkatron mua. Vin xhaxhai i thot babit në mëngjes, unë isha atje, unë isha në muajin e 8, më duket. I thot ai e ka ndarë. Vetët e shtëpia marr rrugën vetëm sepse i kishim afër, kam ikur në kemp, vetët e shtëpia atje. I them që sqarosh atje me atë person. Qysh është mua beti se unë e dëgjova. Vin nga toka edhe vin duke përshtitur. Çfarë kërkon ti këtu? Më vërtet mua është dukeni e beni. Sepse unë s'kisha arsye të më ndante, kupton? Nuk kisha ndonjë gjë që të më ndante. Edhe e din gjithë fshati aty kush jam unë.